28.000 nxënës zhvilluan sot provimin e dytë në lëndën e matematikës për minimaturën 2025 në 340 qendra që administrohen dhe monitorohen nga stafe të kualifikuara të institucioneve arsimore. 594 nxënës të klasave të nënta në Bashkinë Lushnjë ulën në bankat e 8 shkollave të përcaktuara si qendra provimi. 4 dëshmorët Fotopuka, Skënder Libohova, Kongresi i Lushnjës, Fjeshegan, SHMB Kolonjë, Dushk dhe Krutje Sipërme. Nxënësit u paraqitën në shkolla një orë para se të fillonte provimi, ndërsa provimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në 12:30. Disa nga rregullat që nxënësit ndoqën gjatë provimit janë: nxënësit kishin me vete mjet identifikimi, kartë identiteti ose pasaport. Gjatë kohës që u zhvillua provimi, u ndalua rreptësisht përdorimi i telefonave dhe ora smart. Nxënësit duhet të përdornin stilolaps me një ngjyrë dhe kurrë më shumë se një ngjyrë në plotësimin e testit e të tjera. Nxënësit e klasave të nënta do të zhvillojnë më 30 qershor testin e fundit atë të gjuhës së huaj.